që ndoshta ai mu vetëdisu më shumë nëse e prek diçka që ka se këtu kanë rrezik. Po mund ka që edhe jeta me u humbe kështu. Edhe pse nuk është detyrimisht me provu diçka, se të na shpesh përdorin thënë hoxha se di. Ti se di shka. Po jo, për shembull këshire ulemat. Merri lexoj librat për shembull Ibn Qayyim el-Jauzit. Edhe ti e shef se ajo është të komuniku me ti, edhe pse ka vdekur shumë vit. Ta merr menja se ai tamam e di problemin tan, ama ai nuk është kusht me i provu. Ne ndoshta se keni provu, po i kena pas i kanë përfunduar ato që e kanë provu. Po. Ti merri ato si shembull. Edhe mjafton. Edhe me të vërtetë asnjë prej atyre që ka qenë zhytur në mëkate të mëdha, përfundimi nuk e ka. Është mirëfillt apo që dush me i marr lakmi. Jo, s'ma. I shikon fillimin se ka pastaj si ka zhvilluar jeta e tij edhe në fund del se ai vetëm se e ka shkatruar jetën. Çdo gjë që Zoti e ka ndaluar përballë ka shumë gjëra që janë halal që janë shumë më të shumta në numër edhe më të lloj-llojshme. Çati që shitoni me prek aty. Po, çati që. Ku i kanë ndaluar. A çajo nëse analizon pakas me do të thonë me arsye me logjike, shef se nuk ka asgjë prej asaj.